Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Erdha në Tiranë për një jetë më të mirë. Përfundova në një dhomë me 5 veta. Kur lash fshatin tim të vogël në jug, mendoja se Tirana do të ishte shpëtimi im. Isha 22 vjeçe me një diplomë të thjeshtë ekonomie dhe me bindjen naive se një qytet i madh do të më jepte më shumë se sa më kishte dhënë jeta deri atëherë. Çanta ime ishte e vogël, por ëndrat ishin shumë të mëdha. E imagjinoja veten duke punuar në një zyrë, duke paguar qiranë time, duke jetuar e pavarur. Mendoja që mjaftonte të isha punëtore, e rregullt dhe e sinqert që jeta të më hapte dyert. Por Tirana nuk më priti me duar hapur. Më priti me një dhomë të lagësht, me një dritare që nuk hapej plotësisht dhe me 5 vajza të tjera që jetonin në të njëjtin realitet i hidhur si unë. Dhoma ishte 3x3, e futur në fund të një korridori të errët, në një apartament të vjetër, në një zonë të njohur. Zonja që na merrte qiran na e tregoi shumë shpejt, sikur s'kishte asgjë të çuditshme në faktin që aty jetonin 6 vajza të panjohura. Ajo i quante ambient studentor, por studentët në atë dhomë unë s'kisha parë ndonjëherë. Pash vetëm vajza që kishin ardhur për të punuar, për të mbijetuar, për të gjetur atë jetën më të mirë që edhe unë po e kërkoja. Shtrati im ishte në kënd, një dyshek i holl si për një hekuri të vjetër. Ndonjëherë ndjeja sustat në kuriz, por nuk guxoja ta ankohesha sepse ndihesha e turpëruar që isha bërë pjesë e asaj situate. Vajzat e tjera më thanë se isha me fat që e gjeta vendin. Disa prej tyre kishin fjetur edhe në ndarje druri për javë të tëra, ose të tjera kishin fjetur në mbërthe. Puna e parë që gjeta ishte në një call center. Dita ime fillonte herët me radhë të banjoja dhe përfundonte vonë me lodhjen që më binte në këmbë si pesha e gjithë qytetit. Rroga ishte 350.000 lekë të vjetra, ndërkohë që qiraja e dhomës ndahesh mes nesh, por prap më dukej shumë për atë gropën ku flinim. Shpenzimet e ushqimit ishin të frikshme, çmime të papërballueshme, veçanërisht për dikë që vinte nga një vend ku buka, domate dhe djathi merreshin nga kopshti dhe jo nga frigoriferi i marketit. Ndërkohë që dritat në qytet shkëlqenin, unë mësoja se Tirana ishte një skenë ku të gjithë dukeshin mirë, por askush nuk tregonte prapaskenat. Pash kolege që dilin nga puna në orën 11 të natës sepse kishin 2 turne. Pash vajza që qanin fshehurazit e banjoja e qendrës së punës sepse nuk ambanin dot qiran. Pash djem që flinin në makinë sepse nuk gjenin dot një vend të lirë. Pash gjëra që nuk i imagjinoja. Një natë rashi i fortë dhe dyshemeja u mbulua me ujë. Dritarja e vogël pikonte dhe të gjitha shpërndam lege në përdhoma që mos të na lageshin çantat dhe rrobat e pakta që kishim. Rryma na iku 3 herë energjia elektrike. Më dukej sikur isha kthyer prapa në kohë, sikur ardhja në qytet më kishte zbritur më poshtë se sa isha në fshat. Gjithmonë mendoja se të vuanim ishte e përkohshme, se ndoshta jeta ime do të përmirësohej, por çdo muaj që kalonte më shtypte më shumë. Rroga humbiste në të njëjtat vende, qira, ushqim, transport, ilaçe për lodhjen që më rëndonte dhe nuk mbetej gjë për mua. Asgjë për kursim, asgjë për ëndrrën time që të rrija me veten. Më e rëndë ishte ndjenja se nuk i përkisja askujt dhe askund. Në fshat nuk kisha më vend, në qytet s'kisha as fillimin e një jete të re. Çdo herë që përpiqesha t'i tregoja nënës sime vështirësitë, ajo më thoshte: "Ki durim bi, jeta në Tiranë është e vështirë, por është më e mirë se këtu." Nuk guxoja t'i thosha se më kishte marrë malli për qetësinë e fshatit, për ajrin e pastër, për tavolinën e thjeshtë të shtëpisë kur s'ke nevojë të mendosh për qiran. Një mbrëmje pasi kisha punuar plot 12 orë, u ktheva në dhomë dhe pash që një tjetër vajzë e panjohur kishte shtuar dyshekun e saj në dysheme. Erdhën dhe më shumë se ne të gjashtat. Dhoma nuk ishte më ajër. Mu shua diçka brënda. Kuptova se Tirana nuk të falte liri, të merrte gjithçka dhe ta kthente në luftë. Luftë për hapësirë, luftë për para, luftë për mbijetesë. Por edhe pse lodhja më ngriu shpirtin, kishte diçka që më mbante. Besimi se një ditë doja dilja, qoftë edhe ngadalë, qoftë edhe me plag,
qoftë edhe duke kaluar net pa gjumë, ditë pa shpresë, muaj pa para, sepse të dorëzohesha nuk do të më kthente asnjë gjë. Ende vazhdoj jetoj në Tiranë, ende punoj dhe vazhdoj luftoj, ende flen në të njëjtën dhomë, por tani jemi vetëm 3. Është pak më mirë, po mësohem me gjithçka, mësohesh edhe me të pamundurën. Dhe megjithse Tirana më mori më shumë se sa më dha, unë di një gjë. Asnjë plag nuk më ka bërë më të fortë se sa ajo dhomë me 5 vajza të lodhura, me ëndra të thyera dhe me gabimin e përbashkut të pasurit shumë shpresë. Në atë dhomë ku nuk ishte ajër, mësova të marr frymë ndryshe, me durim, me betejë, me dhimbje, por me kokën lart, sepse po e rindërtoja veten ngadalë dhe nuk ka dhomë dhe as qytet që mund të më ndalojë.